Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, njoftoi se më 22 dhjetor, opozita do të mbajë protestë kombëtare. Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare, Berisha tha se ata që vinë në këto protesta janë të bekuar. Ai tha se protesta do të vijojnë derisa të krijohet qeveria teknike. Do të fillojmë sa më parë, i kemi filluar ato që janë te kryeministria, por me datën 22 do të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi pengesë për kundrazi, nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjatë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të tjera. Agjendë tjetër nuk ka dhe nuk mund të ketë Partia Demokratike. Në këtë situatë komplekse dhe të vështirë, kemi arritur disa arritje shumë të mëdha për ne në këtë betejë. Janë 7 rezoluta ndërkombëtare. Mëtej Berisha tha se do të thërasë edhe Këshillin Kombëtar për të analizuar situatën dhe për të përcaktuar me Këshillin Kombëtar dhe marrë vendime të tjera mbi qëndrimin e Partisë Demokratike në të gjithë resurset e saj në drejtim të një betejë përfundimtare për zgjedhje të lira e të ndershme.